Bekim Rugova ka arritur të ndërtojë një biznes të qëndrueshëm në Blek të Ri, fal punës së palotshme dhe mbështetjes së miqve, që nga fëmijëria ai është marrë me dele, duke kaluar periudha të vështira, por që sipas tij e ndihmuan të arrijë suksesin që ka sot. Këta dele i maj, qysh që më kon i vogël, i kom vujt shumë, kom pat vujte të mdhaja, edhe i ndëroj këtë shokët e mi, se më kanë përkra në këtë biznis. Se jem konë qaban në përdyrë të huja. Po hëm dëlla ka darë zoti, edhe më kanë limu edhe ata se ka bo delja në atë ko, i 100 euro, ishte 80 euro, mu ma kanë një 50 euro. Më kanë limu shumë. Rugova tregoi se si filloi rritjen e tufës së deleve. Ja kom nisë me 6 copa. Sa di kom 480 copa. Po faleminderit për Zotit, di e thamë Zotit, e valla edhe shoshnis, se më kanë limu. Se ku e më konë në përdyrë të huja, këtë ta mongë të mje në konë, këtë ka qanë. Kom pat vujtet të mdhaja, dezi se jam hypë në këtë poqi, mi pat dhatë të mija. Mes tjerash, Rugova tregoi se tregun e Bylmetit e ka të sigurt për shitje. Kom kërkese, kom të mdhaja për tomël, dhanve, po jam i sinqert, kështu di o thamë se nuk e qes asni pikuj, ashtë taman bio, ashtë dhe më thonë bio, se nuk e qes asni pikuj, dhe më thonë ashtë tomël i pathër. A ki tregun e sigurun për këtë Po, qumshin dhe edhe ma aldë gjecës e kom këtë shqitën, edhe vetëm kom kërkesa të mdhaja. Qaq se nuk kom shumë tomël, sa kom kërkesa shumë. Edhe për tomël dhive, si do dhi boj, kom për i laqë, edhe ata më kërkojnë shumë, kom kërkesa edhe për pitinve, se lipin tomël dhive, po shumë falinderit edhe pitinve, nuk kom edhe qaq tomël, sa duhet me patë sa kom kërkesa të mdhaja. Historia Bekim Rugovës mbetet një dëshmi se me punë, përkushtimi dhe mbështetje nga rrethi shoqëror, është mundur që vështirësi të kthehen në sukses.